Me thirrje të anuloni projektin, Adeu nuk shitet dhe me slogane politike drejtuar kryeministrit Rama dhe kreut të Partisë Demokratike Berisha. Qindra qytetar vlonjat zhvilluan një protestë në qytetin bregdetar. Rreth 300 protestues, mes tyre 10 të rinj, marshuan përgjatë shëtitores bregdetare për të ndalur më pas në sheshin e Flamurit, ku mbajtën fjalime dhe shprehën kundërshtimin e tyre ndaj projektit që ka ngjallur debate në opinionin publik. Gjatë marshimit, protestuesit mbanin pankarta me mesazhe kundër projektit duke kërkuar anulimin e tij dhe mbrojtjen e interesit publik. Në tubim nuk munguan as thirrjet politike kundër qeverisë, ndërsa pjesëmarrësit shprehen pakënaqësi për mënyrën se sipas tyre po menaxhohen çështjet që lidhen me zhvillimin e territorit dhe pasuritë publike. Se ke dalë sot protest? Kam dalë sot për të shprehur shqetësimin për zonën e Vlorë-Nartës dhe për të thënë që zëri jon duhet dëgjuar. Jeni kundra projektit? Po, jemi kundra. Do vazhdoni këto protesta? Po, do t'i vazhdojmë dhe në datat që do vijen. Je kundra apo pro këtij projektit? Pro, jam pro këtij projekti dhe të bëhet, sepse vetëm fitim ka, s'ka asgjë. Këto janë kurthet agenturave të huaja. Ato pamjet e dhunës atje? Dhunat ndryrohet. Ç'janë për detin, zaptor. Te deta anë detit të shtetëror duhet të jetë e lirë. Edhe do bëhet kështu. Po të ketë zhvillim. Po të ketë zhvillim, patjetër të ketë zhvillim. Një herë që vjen për të bërë herë. Se je sot në protest? Jam sot si qytetar i thjesht i këtij vendi, si vlonjat, ku lidhja është shumë e fortë me këtë qytet. Pse jam? Shumë e thjesht. Shqipëria është vënë në tavolinë dhe po ndahet me thik. Zero transparencë. Nuk e dim çfarë do bëhet. E dini ju? Jo. Asiri nuk e di. Jo vetëm ju as ne. E dyta, grabitja e pronave. Ajo pika e vogël është bërë tani kaq e madhe dhe thellë dhe gjërë sa ushqyer nga të gjitha krahat. E treta, është një mesazh shumë i fortë, tërheqja e atij të riu, zvarë. Na bëri të mendojmë dhe të na jap alarmin e fortë që tu s'ka siguri, zero shtet. Gjëja e parë, po s'pati siguri në sy të kamerave, në sy të policisë, në sy të gjithëve. Atëherë i bie që të ikim. To janë politika shpopulluese që në heshtje na thonë në rreshta, ikni, lëvizni djema, se do vinë të tjerë këtu. Se keni ardhur sot protest ju? Adeu nuk shitet asnjëherë dhe ne nuk do t'i lëshojmë tokat tona kurrë. Jemi këtu për protest çdo ditë. Sa vjeç je? Unë jam 12 vjeç. Je për ta mbrojtur Adeun? Po. Organizatorët theksuan se protesta synon të sensibilizojë opinionin publik dhe institucionet për të rishikuar projektin duke kërkuar më shumë transparencë dhe konsultim me komunitetin. Ata deklaruan se kundërshtimi i tyre nuk do të ndalet me këtë tubim dhe paralajmëruan vijimin e reagimeve qytetare dhe në ditët që vijnë. Ndërkohë në mbyllje, qytetarët marshuan drejt bashkisë së Vlorës. Protesta u zhvillua pa incidente në praninë e forcave të policisë që monitoruan mbarvajtjen e saj. Në përfundim, pjesëmarrësit përsëritën kërkesën për anulimin e projektit dhe përfshirjen e qytetarëve në vendimarrjet që prekin të ardhmen e qytetit dhe të zonave me rëndësi historike dhe publike.